O vllazën dhe motra, më u knaq, aq sa kini. Elhamdulillah. Buke gjiz, buke kryp, knaqu. Thuj elhamdulillah. Thuj elhamdulillah. Llogaritni ju sonte çka keni hangër në merin e juj. Llogaritni sot sonte çka keni hangër. Llogaritni në Gaza, sot 14 ditë bombardon Jahudia. Çka kanë hangër vllazrit ton në Gaza? Llogaritni. Ose muslimant në Siri e në Irak. Po e përmendim Gazën, sa është një popull 1.700.000 banor, para një forcës më të madhe ndërkombëtare me i përbalue lloj-llojshmëri se bombardimeve të tyne. Allahi na i shpëtoft vëllezërit tonë atje. Allahumma amin, thoni, Allahi na i shpëtoft, ja Rabbel Alamin. Më u knaq me sakije, qaq, knaqu, thuj elhamdulillah, bereqat versën turqëtën, bereqat versën, Allahut ka dhënë bereqet, elhamdulillah, knaqu. Ama robis knaqët, me synin e vetë donë të haj dynjajnë. Dynjaja nuk ka, o vllazën dhe motra. Dynjaja është, qka është dynjaja, dhe një qka më ju tregu. Ju i një prezent edhe kret jeni në njohuri. Sa ka pas kryetari i Libis Gaddafi? Sa ka pas? Prej zullumit, zullum, Allahu e nëzorri prej palateve të dynjas, e rasin kanalizim dhe ujnave të zeza, po del prej kanalizimave, edhe po vdes që shumë ma keq, a i zullumqar, Allah i shkatroft zullumqaret. Knaqu me sa ke o vlla dhe o ti oj motër. Thuj elhamdulillah, po ju tham të gjithve edhe këtë fjalë. Ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu në hadithin kutsi, një fjalë e Allahut, hadith kutsi ne i them në teologjin tonë. Men lam jarda bi qadai, wa lam jasbir ala belai, fel jakhruj min tahte semai, wal jakhtar rabben sivaj. Manen men të mirë, kush nuk o i knaqun me caktimin e Zotit, kush nuk o i knaqun, Allahu qka ka bon për ta. Kush nuk o i knaqun, edhe kush nuk ju bën sabër, sprovave dynjas, Allahu po thot, le të dale prej nërqilit tem, le dale prej kësaj nërqilit, në ta lype një Zot tjetër veç meje. A kemi Zot tjetër veç Allahut Gjelle Gjelalu? Andaj po themi me gjuhët tona, e kini në për celulara kam dëgju këtë hadith të pejgamberit, raditu billahi rabba, e kam dëgju e ka boj këngëtarja, kështu është, Sami Jusufja, kështu është, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam nabiyan wa rasula. Kjo fjale pejgamberit, raditu billahi rabba, jam i të knaqun me Allahun për Zot, dhe islamin për din, dhe me Muhammedin për pejgamberin ton, Allahin e bon të bashk me ton gjennet. Knaq në thoni elhamdulillah, edhe mësoni fëmijët e juj mu knaq buke kryp, edhe provoni hajen e thjesht, se Ramazani s'ka ardhme në i mush sofrat, po ka ardhme në i shtu e bereqetin. Allah ja u dhasht bereqetin juve të gjithve, e inshallah ju ndihmoni fukarave, gjithkund e respektoni komplet çka kemi para veti.